Policia e Korçës ka kryer monitorime intensive me dron, radar dhe automjete inteligjente në të gjitha akset e qarkut për të parandaluar ngjarjet rrugore me pasoja si edhe për të menaxhuar trafikun. Si rezultat i monitorimit gjatë kësaj jave është arrestuar një shtetas për drejtim të mjetit nën efektin e alkoolit dhe janë proceduar në gjendje të lirë 2 shtetas për drejtim të mjetit pa pajisur me leje drejtimi. Paralelisht janë vendosur 715 masa administrative për shkelje të ndryshme, ku pjesën më të madhe e zën parkimet e gabuara, parakalimet e rrezikshme, mosvendosja e kaskës mbrojtëse dhe e ripit të sigurimit, si dhe shkelje të tjera të rregullave të qarkullimit. Gjatë kontrolleve në teren, efektivët e policisë rrugore ndalojnë drejtuesit e mjeteve jo vetëm për verifikime, por edhe për të kujtuar rëndësinë e respektimit të rregullave të qarkullimit. Mesazhi kryesor është mangja e shpejtësisë të normave, përdorimi i ripit të sigurimit dhe kaskës mbrojtëse, mos drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit, si dhe respektimi i këmbësorëve dhe përdoruesve të tjerë të rrugës. Si e kaluar, studim pa kanë dokumentaret të mjetit, lejë qarkullimi dhe lejën e drejtimit, dhe shë dhe anën dokumentare. Zotërej, për shkak të fytyrës së shumë, ju lutem udhëtoni me kujdes, keni kujdes dorimin e aparatit celular gjatë drejtimit të mjetit, ashtu dhe parakalimet të gabuara, udhëtoni me kujdes. Policia rrugore bën të ditur se kontrollet do të vijojnë në të gjitha akset e qarkut dhe u bën apel drejtuesve të mjeteve të tregojnë përgjegjësi gjatë drejtimit, pasi respektimi i rregullave mbetet mënyra më e mirë për të parandaluar aksidentet dhe për të garantuar sigurinë e të gjithë përdoruesve të rrugës.